Gazetat shqiptare i kanë kushtuar vëmendje protestës që pritet të mbahet sot pasdite në Tiranë për lirimin e udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët mbahen në burg në Hag prej vitit 2020. Gazeta Dita hapet me titujt Mbrëmje tona televizive dhe çfarë fshihet pas sulmit të vetëvendosjes ndaj kryeministrit Edi Rama. Telegrafi ka kushtuar faqen e parë pesticideve që hyjnë në dogan me çanta. 1480 tonë pesticide po helmojnë shqiptarët. Ja si vini legalisht me çanta nga doganët, thuhet në artikullin kryesor të gazetës Telegraf. Ndërsa Panorama hapet me titullin Shkarkimi Veliaj, seanca më 31 tetor, dokumentet që qeveria çoi në kushtetuese. Panorama Sport ndërkaq në artikullin kryesor ka lëvizjet të ekipi Partizani. Partizani, operacioni Fshesa nuk ka të ndalur. Gjithashtu në Panorama Sport është edhe intervista e Haxhi Osmanović, kjo vllaznie imja e bukur ishte jashtëtoksore.